Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi vendimin e gjykatës posaçme për sekuestrimin e pasurisë për protagonistët e dosjes hetimore që lidhet me tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Ergys Sagasin, Merlina Karçanajn e Ermal Beqirin. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, Berisha lexoi të gjitha pasuritë që janë sekuestruar Ergys Sagasi, duke vënë në dukje se ai ende lëviz i lirë. Këto janë pra pasuritë, një pjesë e pasurive, se këtu s'kan fut fabrikën e duhanit të blerë për e ti, e shumë gjëra tjera i kanë kursye, të Ergys Sagasit, i cili me datën 19 prill shëtiste i shoqëruar nga 2 makina policie, jo nga një. Berisha lexoi edhe pasuritë që janë sekuestruar ish drejtoreshës së Akshit, Merlina Karçanaj, duke ju kundërpërgjigjur kryeministrit Edi Rama, i cili doli në mbrojtje pak javë më parë. Është shumë e rëndësishme të mësojnë për pasurinë e të gjores Merlina Karçanaj, e cila sipas avokatit të saj Edi Rama jeton diku në një apartament me qira. Merlina ka apartament në rrugën Dervishima kati 8, ka pasurinë në rrugën e Kavajës 73 metër katror tjetër apartament, ka në Qerret vil, ka dhe një ullishte 1500 metër katror. Në këtë situatë, sipas Berishës, opozita ka vetëm një rrugë, vazhdimin e protestave. Ndaj dhe sot është më domosdoshme se kur protesta jonë. Në ndërgjegjen çdo shqiptari duhet të jetë e qartë thellë se rruga e vetme për të ndaluar këtë të keqe të madhe është protesta. Mbetet për të parë se kur do të jetë protesta e 8 kombëtare e opozitës kundër qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama.